Mirë, jemi rikthyer në studion e Star, tani në një bisedë tepër të rëndësishme për shëndetin tonë, sepse e dim që temperaturat gradualisht po rriten, do të kaloj edhe pranvera, do të vi pastaj vera, temperaturat do të bëhen më të larta dhe duhet të dim se si të kujdesemi për shëndetin tonë, të marrim ushqimet e duhura, të marrim lëngjet e duhura dhe të kuptojmë se cilat janë gabimet më të zakonshme që ne bëjmë pikërisht në këtë drejtim. Kam të ftuar në studio nutricionisten Hana Ameti. Mirëmëngjes, mirë se erdhe Hana. Dhe do doja ta nisja me njëherë këtë bisedë, e cila në fakt është shumë e dobishme qoftë edhe për mua, por edhe për çdo qytetar që na ndjek në këto momente. Çfarë duhet kemi parasysh gjatë këtyre ditëve me temperatura të larta sa i përket konsumimit të lëngjeve? Nga pikpamja ime dhe si mjeke dhe si nutricioniste, ajo që mund të them është se me të vërtet që ditët e nxehta të verës janë një sfidë fiziologjike për organizmin, sepse është pjesa e dehidratimit, pastaj bashkë me humbjen e lëngjeve është edhe humbja dhe disbalancat e elektroliteve, të cilat shoqërohen me lodhje të vazhdueshme. Duket sikur stina e verës është plot me gjallëri, por në fakt trupin e njeriut, organizmin e njeriut e karakterizon një lodhje e vazhdueshme dhe kjo ndodh pikërisht për shkak të këtyre sfidave fiziologjike, le të themi, me cilat përballet organizmi. Patjetër që pjesa e lëngjeve është shumë e rëndësishme, konsumimi i ujit është shumë i rëndësishëm, po bashkë me konsumimin e ujit, i cili her pas here ashtu siç futet në organizëm, nuk arrin që të futet në strukturat e qelizave dhe të indeve, ashtu siç futet pra edhe del, nuk arrin që të hidratojë në thellësi organizmin, është rëndësishme që bashkë me ujin të marrim edhe lëngje ose ushqime të cilat janë të pasura me elektrolite, të cilat mund të jenë të pasura me natrium, me kalcium, me kalium, me zink, me magnezium, me qëllim që të rregullojnë pjesën e ekuilibrit elektrolitik. Në fakt, ndodh që her pas here pikërisht ne kemi probleme lidhur me konsumin e ujit, lidhur me lëngjet që ne konsumojmë. Një pjesë e mirë e jona ndodh që kanë një lloj manie për të konsumuar edhe pijet e gazuara, sidomos momente që ndihen të dehidratuar, dhe patjetër që të gjithë duhet marrim këshillat e nevojshme pikërisht lidhur me këto lëngje që ne her pas here konsumojmë. Nëse janë të duhurat, nëse mund ta bëjnë akoma edhe më problematike situatën. Të ka ndodhur Ana që të vësh re njerëz të cilët konsumojnë, për shembull, në momentin që ndihen të etur, të konsumojnë pije të gazuara. Çfarë jemi duke shkaktuar organizmit në ato momente? Jo vetëm që prishim çdo lloj ekuilibri brenda në organizëm, rrisim inflamacionin, pijet e gazuara janë gjithashtu të pasura edhe me shumë sheqer, duke rritur, pra kanë indeks glicemik të lartë, rrisin nivelin e sheqerit në gjak në mënyrë të menjëhershme, dhe në momentin që një organizm është i etur, do të thotë që ka rritur tani më në fazën e të qenit i dehidratuar. Pra, nuk duhet të presim të ndihemi të etur për të konsumuar ujë. Uji duhet të jetë një pjesë e rutinës, edhe nëse nuk ndihemi të etur, duhet të konsumojmë ujë, sepse nëse konsumojmë ujë në momentin kur na jep sinjalin organizmi, do të thotë që dehidratimi ka ndodhur dhe tani më nuk është se ka ndonjë funksion të jashtëzakonshëm konsumimi i atij uji që mund të bëjmë ne. Pijet e gazuara rrisin inflamacionin, prishin ekuilibrat në organizëm, dëmtojnë gjithashtu, mund të shfaqen dhe disa njerëz të cilët janë të prirur që të kenë problematika me lëkurën, e nxisin edhe më shumë që këto problematika të jenë më të mëdha, e bëjnë lëkurën më shumë të ekspozuar dhe më shumë të brish ndaj rrezatimit dhe ekspozimit ndaj rrezatimit të diellit, i cili është goxha i fortë gjatë stinës së verës, dhe të gjitha këto pastaj çojnë në problematika shëndetësore afatgjata, sepse një pije e gazuar ndoshta nuk e jep sot për sot problematikën, por që duke u akumuluar, duke qenë një stil jetese, me kalimin e kohës patjetër që ai shfaqet pastaj probleme me një insulin rezistencë, me një inflamacion, me problematika me mikrobiomën e zorrës, e cila mikrobioma e zorrës gjatë periudhës së verës është me të vërtet shumë vulnerabël, është me të vërtet shumë e brish dhe ka nevojë për një kujdes dhe për një vëmendje shumë të veçantë, dhe pijet e gazuara janë ato të cilat e bëjnë këtë akoma edhe më shumë të brisht dhe të prirur që të disbalancohet, le të themi. Që duhet të heqim dorë nga konsumi i pijeve të gazuara për të mirën e shëndetit tonë. Ndonjë rast abuzimi i vogël edhe mund të tolerohet her pas here, por ata që kanë kthyer tashmë në një stil jetese, në një mënyrë jetese konsumin e përditshëm të tyre, duhet realisht të mendojnë seriozisht lidhur me këtë.
sepse ka një kosto të fshet. Patjetër që po. Uji është një prej elementeve më të rëndësishëm, patjetër duhet konsumojmë, por përtej ujit, nuk është i vetmi lëng që duhet marrim, se ju e përmendët që ka nevojë edhe për elektrolitet, të cilat duhet janë pjesë e organizmit tonë, aq më tepër në një periudhë me temperaturat të larta, kur dehidratimi është një gjë e cila mund të ndodhë në pjesa më të mirë të individëve. Patjetër. Një pjesë e lëngjeve të cilat unë i këshilloj dhe një pjesë e ushqimeve, sepse normalisht elektrolitet edhe pjesa e ujit nuk ndodhet vetëm tek lëngjet, pra tek ushqimet në formë likide të lëngët, por edhe tek ushqimet. Natyra ka një gjuhë shumë të mirë për ata që duan ta dëgjojnë edhe ta kuptojnë, sepse në periudha të caktuara, sidomos ne që jemi në periudhën në zonën e mesdheut, në periudha të caktuara natyra ofron pikërisht ato fruta, ato bimë, ato perime për cilat organizmi ka më shumë nevojë. Gjatë periudhës së verës është pikërisht bostani, është piepri, janë boronicat, është domatja të cilat janë të pasura edhe me lëngje, është kastraveci gjithashtu janë të pasura edhe me lëngje, janë të pasura edhe me elektrolite, janë të pasura me vitaminën C dhe me një përbërës tjetër që quhen likopene, të cilat janë jashtëzakonisht shumë të rëndësishme kur vjen për mbrojtjen e lëkurës ndaj ekspozimit të diellit. Pra në momentin që këto ushqime, këto perime dhe fruta konsumohen dhe bëhen pjesë e përditshmërisë, atëherë patjetër që organizmi është edhe i hidratuar, edhe kompenson pjesën e lëngjeve dhe të elektroliteve që e humbet me anë të djersitjes, por edhe gjithashtu ka një, si themi, një barrierë mbrojtëse në lëkurën e tij ndaj rrezatimit dhe ndaj faktorëve të jashtëm. Doktoresha, ta bëjmë të thjesht fare. Të themi 5 ushqime të cilat duhet i konsumojmë patjetër, janë një domosdoshmëri dhe 5 ushqime nga të cilat duhet të heqim dorë urgjentisht. Atëherë, ushqimi i parë është bostani, është goxha i pasur me ujë, 93 deri në 95%. Po mbaj shënime ndërkohë. Kam vendosur që do sillem shëndetshëm me veten. Ta shikojmë. 95% deri në 96% është i pasur me ujë bostani, gjithashtu përmban edhe likopene të cilat i përmendëm pak më sipër, që vendosin një barrierë mbrojtëse ndaj rrezatimit dhe faktorëve të jashtëm që mund të dëmtojnë lëkurën. Kastraveci gjithashtu ka një përqindje goxha të lartë të ujit dhe ndihmon edhe në balancimin e elektroliteve gjithashtu. Boronica është një ushqim i jashtëzakonshëm sepse ka vitaminë C, ka një pasuri shumë të madhe me antioksidant, ndihmon gjithashtu për mbrojtjen e lëkurës, për dëmtimet që mund t'i shkaktojnë organizmit nga stresi oksidativ, nga radikalet e lira. Gjithashtu janë edhe disa bimë të tilla si selinoja, koriandra, majdanozi, kopra dhe sherebela. Janë duken si shumë të vogla, kështu që hidhen me sasi shumë të vogël në ushqime, por që dhe në formën e çajrave mund të konsumohen dhe në për ato smoothie të cilat tani më janë edhe një trend në për këto rrjetet sociale, mund të përfshihen sepse ka një ndikim të jashtëzakonshëm shumë pozitiv në pjesën e hidratimit të organizmit, ruan temperaturën e brendshme që për hir të vërtetës gjatë periudhës së verës kemi shumë nevojë për ruajtjen e temperaturës së brendshme të organizmit dhe gjithashtu luan sidomos sherebela është një bimë e mrekullueshme e cila nëse konsumohet në formën e një çaj tek persona të cilët kanë goxha probleme me pjesën e djersitjes, nëse konsumohet si çaj të paktën 2 herë në ditë nga një filxhan ose nga një gjysmë gote, sepse ka një shije goxha të fortë, mund të ndihmojë tek pjesa e djersitjes, e cila disa persona mund të jetë me të vërtetë shumë shqetësuese. Kjo ndihmon, çaji i sherebelës. Një tjetër ushqim, më duket se e kaluam 5-ën, një tjetër ushqim shumë i rëndësishëm. Sa më shumë të jenë, aq më mirë sepse kemi një shumëllojshmëri dhe diversitet të cilat nëse zgjen diçka mund të gjesh diçka tjetër, pikërisht. Gjithashtu është edhe spinaqi. Spinaqi i freskët, atëherë spinaqi mund të jetë në 2 forma, i freskët ose i gatuar. Në momentin kur është i gatuar janë një pjesë tjetër të mirash dhe elementesh dhe vitaminash të cilat neve i përfitojmë, por në periudhën e verës është goxha i këshillueshëm që në sallata ose në smoothie ose në lëngje të konsumohet në formën e tij natyrale. Kjo për arsye se ka një përqindje goxha të lartë të kaliumit, që është një elektrolit i cili gjatë periudhës së verës me anë të djersitjes mund edhe të humbet. Gjithashtu dhe një tjetër, le të jetë e fundit. Mund të themi pafundësisht. E kaluam 5-ën. Gjithashtu janë edhe bajamet.
Gjatë periudhës së verës, me anë të djersitjes, humbasim shumë magnezium dhe ka shumë persona të cilët ndihen të lodhur edhe pas një gjumi që mund të jetë një gjumë natë goxha i mirë, mund të mbushet ai 8 orarshi i art, gjithsesi zgjohen të lodhur në mëngjes, kanë një parë rehati ose përjetojnë një periudhë në një sasi goxha e madhe njerëzish, përjetojnë kontraksione të muskujve ose ngërçe të muskujve. Kjo ndodh përgjithsisht gjatë periudhës së verës për arsye se humbet magnezium në sasi goxha të mëdha me anë të djersitjes. Qysh mund të zvendësohet kjo? Bajamet janë një burim goxha i madh dhe shumë i pasur me magnezium, mund të konsumohen. Sa sasi mund të marrim bajame? Se ndonjëherë duhet edhe këtë ta kuptojmë. Për shembull, nëse mua do të më jepë një pakojë gjitha me bajame, do ta konsumoja se janë edhe të shijshme. Okej, mund të e para dhe më e rëndësishmja është që bajamet të jenë jo të pjekura, jo me krip, jo me sheqer, të jenë në formën e tyre më natyrale. Mund të konsumohen 2 herë në ditë, për shembull nga 10 bajame. Për shembull në formën e 2 mesvakteve konsumohet një mëngjes, një drekë mirë balancuar, një darkë e mirë balancuar dhe kemi dhe 2 mesvakte për ta mbajtur trupin gjatë gjithë kohës në, si themi, të ushqyer dhe të mirë hidratuar edhe t'i marrim të gjitha ato vlerat në segmente dhe në intervale të sakta të ditës. Për shembull, në 2 mesvakte mund të konsumohet një frut i freskët, mund të jetë një kivi, mund të jetë një banane, mund të jetë pjepër, mund të jetë një frut çfarëdo i stinës që ne i përmendëm dhe pak më sipër, dhe një frut i freskët mund të shoqërohet edhe me 10 bajame, të cilat ndihmojnë në balancimin e magneziumit. Dhe e fundit është edhe humbja e zinkut, gjithashtu ndodh në sasi goxha të madhe gjatë periudhës së verës për shkak të problemeve me djersitjen, me balancën e temperaturës së trupit në raport me temperaturën e jashtme, edhe mungesa e zinkut gjithashtu luan rolin e saj, dhe zinku mund ta zvendësojmë me anë të frutave të thata. Një ndër frutat e thata që është më shumti e pasur me zink janë farat e kungullit. Farat e kungullit, po. Mund të ruajmë të njëjtën sasi, pra 10-15 gjatë ditës për të mos e tepruar. Deri këtu jemi tek ushqimet që janë një po e madhe. Po një jo e madhe, të përmendim disa prej tyre. Ashtu siç e the edhe ti më herët, janë pijet e gazuara. Janë pijet të cilat kanë një nivel të lartë të sheqerit, që janë të paketuara, që përmbajnë konservant, dhe një tjetër jo e madhe janë ushqimet e shpejta. Janë fast foodet, ushqimet të cilat përmbajnë shumë konservant, ngjyrus, të cilat kanë një sasi të madhe të vajt, janë të skuqura, janë shumë të përpunuara, sepse këto në momentin që shkojnë në organizëm, dakord, ndoshta tentohet në periudhën e verës drejt ushqimeve që janë sa më të shpejta, që të kalohet si vakt, por që problemi është se kur ai ushqim futet në organizëm, rrit inflamacionin, rrit nivelin e stresit oksidativ, rrit radikalet e lira dhe në atë moment ndoshta nuk ndihen pasojat, por që kjo patjetër, siç e tham, ka një kosto të fshehtë që përkthehet në një mënyrë apo në një mënyrë tjetër dhe në një pikë, dhe sidomos kur bëhet stil jetese, në një pikë jo shumë, në një të ardhme jo shumë të largët, në një të ardhme të afërt. Një tjetër janë mishat e përpunuar të tipit të sallamit, këto prosciutat, mishat e thatë, sepse ka një nivel të lartë të nitriteve dhe kjo ndikon jo vetëm në rritjen e stresit oksidativ, por prish edhe problemin, prish edhe balancat në zorr, në mikrobiomën e zorrës. Dhe ashtu sikurse e përmendëm, mikrobioma e zorrës, sidomos gjatë periudhës së verës, është goxha e brisht, dhe në momentin kur shkojnë nitritet, kjo pastaj fillon edhe bëhet goxha e madhe dhe përkthehet dhe në problematika të tjera, duke qenë lodhje, mund të jetë një gjendje ankthi, sepse pjesa e mikrobiomës së zorrës është gjithashtu drejt për së drejti e lidhur edhe me shëndetin mendor, edhe me memorien dhe me shëndetin emocional, pra ka një lidhje shumë të fortë zorra me trurin. Është aq e fortë sa që në mjekësi themi që zorra është truri i dytë, sepse një pjesë shumë e mirë e baktereve dhe e botës së gjallë që është aty është totalisht në funksion të sistemit ton nervor. Dhe kur ajo prishet dhe disbalancohet, patjetër që përkthehet pastaj në shëndetin mendor, emocional, në gjendje ankthi, pak depresion, nuk ndjehemi mjaftueshëm në humor, dhe kjo patjetër që reflektohet në produktivitetin e ditës pastaj. Nga regjia, dikush është shumë i shqetësuar për mënyrën se si trupi reagon kur është në plazh. Pra, shkon në plazh, ka detin aty afër për të qetësuar dhe për të freskuar, por prapë ndihet shumë i lodhur dhe i raskapitur. Pse ndodh kjo, doktoresh? Atëherë, kjo ndodh pikërisht për shkak të gjitha atyre që përmendëm më sipër. Kur jemi të ekspozuar vazhdimisht ndaj diellit,
ndaj kripës së detit, patjetër që organizmi reagon. Qysh reagon? Dehidratohet. Dhe një pjesë e ujit me anë të tjerësitjes ikën ujë nga organizmi, ikën gjithashtu edhe elektrolitet. Në sasi më të madhe se sa mund të ikin për një individ i cili një ditë ose një fundjavë nuk është duke e kaluar në det. Pra lodhja është më e madhe me atë individ i cili e kalon në ekspozimin, sepse rrezatimi i diellit, kripa, nxehtësia që mund të vinë nga rëra e të tjerë, këto të gjitha bashkë e bëjnë si të thuash dy fisha të humbjen e ujit dhe të elektroliteve. Në qoftë se një individ gjatë kohës që jemi në plazh, ku tentojmë drejt ushqimeve me sheqer, ushqimeve të paketuara, ushqimeve të shpejta. Të gjitha këto luajnë rolin e tyre dhe kanë një peshë shumë të madhe në rritjen e stresit oksidativ, e cila përkthehet në lodhje, prishjen e mikrobiomës së zorrës, gjithashtu e tham që përkthehet në lodhje, në prishje të humorit, mungesë motivimi, e di jeni një pamje shumë të bukur në det, nuk e motivim të bësh asnjë gjë, dhe duket pak si imagjinare fakti që po si mundet që të ndikojnë në motivimin tim pjesa e ushqimit që unë konsumoj, por unë do t'ju sugjeroja të gjithëve që këtë verë të jenë të motivuar, të ndjekin gjitha këto këshilla që ne po i themi, të ushqejnë në mënyrën e duhur, patjetër që një akullore apo një ëmbëlsirë, një abuzim i vogël mund të bëhet. Absolutisht, por të kompensohet me pjesën e gjërave të tjera, për shembull me vete mund të merret një sallate freskët nga shtëpia, mund të konsumohet një smoothie, mund të konsumohet një lëng frutash, po jo me sasi të tepruar sheqeri, mund të konsumohen fruta të freskëta dhe në momentin që të gjitha këto mbahen në balancën e tyre, nuk do të ndodhi lodhja, mungesa e motivimit apo mungesa e kënaqësisë pra që mund të shijohet një ditë në plazh. Ne përmendëm edhe gjatë intervistës më herët që nuk ka nevojë që nëse trupi të jep shenja që ka nevojë për ujë, atëherë ka arritur në dehidratim. Kështu që duhet të konsumosh ujë vazhdimisht edhe nëse nuk ta kërkon trupi, po themi me ngute dhe me le të themi në atë pikën kulmore të etjes. Si duhet ta konsumojmë ujin? Pra, po e nis nga rastia mu. Unë jam njëri që konsumoj shumë ujë në mëngjes. Dhe pastaj gjatë ditës mund edhe të harroj të pi ujë. Fillimi i ditës me një gotë ujë është një fillim shumë i mbarë. Fillimi i mbarë është gjysmë e punës, por duhet bërë patjetër edhe gjysma tjetër. Në qoftë se konsumon shumë ujë, për shembull në rastin tuaj, në qoftë se konsumon shumë ujë në pjesën e parë të ditës, patjetër që edhe veshkat, të gjithë aparati filtrativ që ne kemi në organizëm, do ta filtroj këtë ujë në pjesën e parë të ditës, por në pjesën tjetër të ditës nuk është se trupi do mbaj depozita që ti konsumoj pak më vonë. Pra, ndodh filtrimi, ai ujë që është konsumuar në pjesën e parë të ditës filtrohet del jashtë organizmit dhe në pjesën tjetër të ditës, ndoshta psikologjikisht i ndihesh mirë sepse e di që pjesën e parë të ditës ke konsumuar ujë, ke qenë hidratuar, por që organizmi ka ujë vazhdimisht, ka nevojë për ujë vazhdimisht. Mëlçia ka nevojë për ujë që të kryejë pjesën e detoksifikimit, veshkat ka nevojë për ujë që të kryejnë pjesën e filtrimit në mënyrë sa më të shëndetshme, truri ka nevojë për ujë që të jetë i freskuar, hidratuar gjatë gjithë kohës për të kryer funksionet e tij, organizmi ka nevojë për ujë për të kryer të gjitha funksionet e tij metabolike, lëkura ka nevojë për ujë, flokët kanë nevojë për ujë, pra është gjithë qenia njerëzore e cila ka nevojë për ujë që të mirë funksionojë. Dhe organizmi jon është thuajse pjesa më e madhe ujë. Është 75% deri në 80% ujë nëse llogarisim ujin që janë në qeliza, në rinde, në muskuj etj, pra pjesa më e madhe e organizmit është uji dhe patjetër që ka nevojë për ujë për të funksionuar. Ajo që dua të përmend unë është që fillimi i ditës me një gotë ujë, patjetër që është një fillim i mbar, por që do të këshilloja që mos të jetë thjesht një gotë ujë, por të jetë e shoqëruar dhe me elektrolite. Qysh mund të jetë një gotë ujë e shoqëruar me elektrolite? Kjo është pyetja që do bëja edhe unë. Pra si mund të marrim edhe elektrolitet një herëzi teksa konsumojmë ujin? Mundet që në një gotë ujë thjesht të hedhim një kristal kripe ose kristal kripe deti, kemi detet tona të mrekullueshme, por artizanale, jo kripa e cila është nëpër supermarkete, sepse është e shpëlar nga mineralet, ka shumë zbardhues dhe ka shumë alumin. Nuk luan asnjë rol pozitiv në organizmin tonë, nëse fillojmë ditën me një kristal nga ajo kripa e bardhë që është në raftet e marketeve dhe një gotë ujë. Përkundrazi, bëjmë dëm organizmit, por një kristal nga ajo kripa artizanale pa përpunuar ose kripa keltike, e cila tani më dëgjohet gjithandej, është gjithashtu e pasur me 82 deri në 85 minerale. Dhe të gjitha këto minerale
normalisht nuk janë në sasi të madhe, janë gjurmë mineralesh, por kur futen në organizëm, bëjnë patjetër një diferencë goxha të madhe. Një tjetër mënyrë se si mund të pasurojmë ditën tonë me elektrolite është ujë kokosi me pak krip keltike ose krip deti me pak lëng limoni. Gjithashtu është një pasuri jashtëzakonisht shumë e madhe. Edhe me elektrolite, por edhe ka një fuqi shumë të madhe hidratuese për organizmin, veshka gjithashtu i mban të shëndetshme, selinoja është gjithashtu një burim shumë i mirë i elektroliteve, dhe kopra ka një efekt të jashtëzakonshëm, jo vetëm që është një hidratant shumë i butë, por që ruan të gjithë funksionin filtrativ dhe funksionin hidratues që kanë veshkat në organizëm. Në një pyetje të fundit, sepse nuk mund të mos e bëj këtë pyetje për sa kohë jemi në një televizion ekonomik, ushqehemi do të shëndetshëm duke kursyer para, pra duke mos shpenzuar shumë para, se kjo mbetet një prej pikpyetjeve më të mëdha. Unë dëgjoj shpeshherë mes njerëzish të thonë që mirë e ke, po ato kushtojnë, janë goxha të shtrenjta dhe goxha të papërballueshme për xhepin. Unë mendoj që faturat e ilaçeve janë akoma dhe më të shtrenjta. Ndoshta nuk ishte përgjigjja e duhur, por që mendoj se kostoja e fshet që të gjitha këto ushqime të lira, le të themi, janë të lira për një arsye. Sepse nuk ka asgjë të mirë brenda, dhe në qoftë se organizohet një buxhet dhe mirë organizohet në mënyrën e duhur ajo lista e ushqimeve që duhen bler, patjetër që neve në Shqipëri kemi edhe burime ku mund të gjejmë spinaqin e freskët me një çmim të lirë, mund të gjejmë frutat, perimet të cilat ne i përmendëm më sipër, nuk ndoshta është pak e vështirë të gjendet dhe të përballohet një avokado ose një ujë kokosi, sikurse e përmendëm, por neve përmendëm edhe gjithë ato të tjera. Kripa, limoni, selinoja. Të gjitha këto është e mundur që të gjenden, të gjitha këto është e mundur që të mund të blihen ose të përballohen me një buxhet shumë të vogël, shumë minimal, por që jo vetëm buxheti është minimal, po s'kan edhe koston e fshet, ndërsa këto ushqimet e tjera, sepse nëse e krahasohet nuk është të dele në një fitim i madh. Domethënë nuk mund të kursesh diçka të madhe nëse tenton drejt ushqimeve të shpejta, të cilat kanë koston e fshet. Kështu që nëse organizohet një buxhet në mënyrën e duhur, dhe në qoftë se, sepse dikush problemi është tek pjesa e të qenit të informuar. Jo çdo gjë që është në internet duhet marrë ashtu. Në qoftë se thuhet që duhet konsumuar për shembull mëngjesi, duhet filluar patjetër me një avokado e cila është e shtrenjtë, ose me një kub boronica e cila gjithashtu është e shtrenjtë. Atëherë le të kërkojmë informacionin e duhur se këto dy gjërat e shtrenjta se me çfarë mund të zvendçojmë, sepse natyra është e jashtëzakonshme. Ka opsione të pafundme që mund të zvendçohen me të njëjtën vlerë, me të njëjtat gjëra të mira që ato sjellin për organizmin ton, por me një kosto goxha më të ulët. Doktoresha Hana, unë falenderoj shumë për bisedën, jam e bindur që për shëndetin do mund të kishim pafund për të folur, për të presim sërish në studio patjetër. Faleminderit shumë.